Në drejtimin e listës Spiopalit, Kuvendi i Shqipërisë është thyer në një mjet fushate për Partinë Socialiste, duke ngjallur shqetësime për keq përdorimin e institucioneve dhe përdorimin e burimeve publike për interesat politik të partisë në pushtet. Sot faqja zyrtare e Kuvendit në Facebook shpërndau një postim që ftonte për të votuar Partinë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në postim që ishte shoqëruar me një foto dore me 5 gishta, shprehej mbështetje për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën duke inkurajuar votimin për këtë parti. Pas disa minutash postimi u fshi pasi Kuvendi si institucion shtetëror ka ndalesë të angazhohet në fushata zgjedhore. Ky nuk është rasti i parë për Elisa Spiopalin që është akuzuar për keq përdorimin e Kuvendit. Një tjetër shembull është nisma Kuvend On, e nisur më datën 22 tetor, që pretendonte të afronte Kuvendin me qytetarët. Megjithatë, kjo nismë përfshinte deputetë dhe zyrtarë të Partisë Socialiste dhe fokusoi më shumë në premtimet dhe qëndrimet politike sesa në një aktivitet të Kuvendit. Po ashtu Spiopali është kritikuar për përdorimin e grupit të WhatsApp-it të Kuvendit për qëllime elektorale duke njoftuar aktivitetet e fushatës për zgjedhjet e vitit 2025. Aktivitetet e saj në Tiranë dhe qytetet e tjera janë paraqitur në media si aktivitete të Kuvendit, duke përfshirë propagandë dhe shërbimet e qeverisë dhe bashkive. Kjo përbën një shkelje të kodit zgjedhor dhe kushtetues.